Miq të nderuar, nesër fillon muaji i bekuar i Ramazanit. E falenderojmë të madhin Zot që na ka dhënë shëndet e jetë që edhe një herë ta përjetojmë këtë muaj të bekuar. E lutim të madhin Zot që këtë muaj të Ramazanit ne ta agjerojmë me besim të plot dhe duke llogaritur në shpërblimin e Zotit të madhruar. E lutim të madhin Zot që Kur'anin të na bëj pranverë të zemrave tona. E lutim të madhin Zot që ne të jemi të kujdesshëm ndaj namazit ton. E lutim të madhin Zot që ne të jemi të kujdesshëm ndaj prindërve tanë, ndaj familjeve tona, ndaj të afërmëve tanë dhe ndaj të gjithë atyre që na rrethojnë dhe punojnë me ta. E lutim të madhin Zot që të na pranojë të gjitha veprat tona të mira, të na shton sevapet, të na i falë gjunahet, të na mbron nga zjarri i xhenemit dhe të na dërgon në xhenet. Me hajër ju qoftë Ramazani.